Glau Konjufca dhe Marko Gjurić u përballën të enjtë në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Aty, krye diplomati kosovar kërkoi nga Serbia që të njohë Kosovën e njësoj edhe nga shtete tjera mosnjohëse anëtare të OKB-s. Sipas Konjufcës, normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi e pengon kjo e fundit. Kosova mbetet e gatshme të normalizojë marrëdhëniet ndërshtetërore dhe fqinjësore. Megjithatë, pengesa e paqes dhe normalizimit të marrëdhënieve mbetet Serbia, që as nuk është e interesuar të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën e as të hyjë në BE. I bëjmë thirrje Serbisë të ballafaqohet me realitetin e vet dhe ta njohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran, dhe të mos mbajë peng të gjithë rajonin të një hegemonie. Ai përmendi edhe ndikimin e Beogradit në zgjedhjet në Kosovë, duke mbështetur listën serbe. Beogradi ka vazhduar të luajë rolin e vet destruktiv, duke u përpjekur të ndërhyjë në zgjedhje, duke u përpjekur për ta mbështetur listën serbe në zgjedhjet në Kosovë, duke synuar ta reflektojë drejtimin e vet me një parti në pushtet. Ne kemi penguar ndërhyrje të tilla të huaja dhe kemi arritur të ruajmë dinjitetin e institucioneve tona demokratike. Konjufca tha se misioni i UNMIK-ut në Kosovë duhet të përfundojë, ndërsa për raportin 6 mujor tha se nuk e adreson sa duhet sulmin terrorist në Banjsk. Nuk mund t'i besojmë Serbisë, nuk mund të normalizojmë marrëdhëniet pa llogaridhënie të qartë e garanci për ndalim të agresionit. Ndërkaq, fjalimi i ministrit të jashtëm serb Marko Gjurić ishte vazhdimsi e propagandës serbe. Ai akuzoi qeverinë kosovare për padrejtësi ndaj serbëve. Për shkak të politikave të qeverisë së Albin Kurtit, serbët në Kosovë me tohi po cilësohen si të tjerët. Identiteti i tyre po shfrytëzohet si bazë për t'i limituar të drejtat e serbëve të Kosovës, kufizim të lëvizjes dhe targetim të shtëpive, pronave dhe hapësirave fetare. Kombet e Bashkuara nuk janë krijuar për të qëndruar të heshtur përballë padrejtësive. Në raportin e UNMIK-ut përmendet nevoja që sulmuesit e Banjskës dhe Iberlepencit të mbahen përgjegjës. Gjithashtu, në seancë folën edhe përfaqësues të shteteve të tjera. Shtetet e Bashkuara përsëritën thirrjen për mbylljen e UNMIK-ut, teksa nga Britania u bë thirrje që sa më shumë anëtarë të OKB-s ta njohin shtetin e Kosovës.